Skema e mbështetjes në bujqësi 2026 do të pësojë ndryshime. Buxheti i akorduar gjatë këtij viti është 5.2 miliard lekë, ndjeshëm më i lartë se fondet fillestare të vitit 2025, dhe tashmë ka nisur puna për hartimin e masave të reja, të cilat pritet të miratohen muajin e ardhshëm. Për këtë qëllim, po zhvillohen edhe konsultime me fermerët në të gjithë vendin, me synim që të bëhen ndryshime që targetojnë një mbështetje më efikase për rritjen e prodhimit në vend. Këtë vit neve kemi një fond të miratuar me buxhetin 2026 prej 5.2 miliard lekësh. Kjo është një fond i konsiderueshëm, i cili në një pjesë të tij, dhe kjo dihet tashmë, do të mbështesi investimet në bujqësi. Për sa i përket ndryshimeve të tjera, neve jemi në një proces të rëndësishëm diskutimi brenda Ministrisë së Bujqësisë, por duke filluar që nga java që vjen, Ministri i Bujqësisë së bashku me stafin do të jetë takime të vazhdueshme në të 12 qarqet me fermerët për të kuptuar nevojat e këtyre të fundit dhe për të përgjigjur me një skemë e cila vjen për fermerin në mbështetje të këtyre të fundit, por edhe në përputhje me vizionin e Shqipërisë për rritjen e numrit të fermerëve të angazhuar në skemë dhe nga ana tjetër për integrimin e instrumenteve tona të mbështetjes me praktikat dhe politikën e përgjithshme bujqësore të Bashkimit Evropian. Por a mund të jetë një opsion mbështetja për njësi prodhimi sikurse ndodh në vendet e rajonit? Kjo ka qenë dhe një kërkesë e vazhdueshme nga shoqatat e fermerëve në vend. Këto janë elemente të cilët do të ketë një vendimarrje në momentin kur neve të kemi të dëgjuar aktorët në terren rreth atyre të cilat janë përçmëritë e tyre, si edhe të kemi diskutuar se si këto objektiva përputhen me objektivat tanë të integrimit në Bashkimin Evropian. Fondi fillestar për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi ishte 3.2 miliard lekë dhe u mbështetën fermerët me pagesa kesh për naftën dhe pagesa për 7 skema të tjera sipas kritereve të vendosura për përfitim.